Hapja e madhe dhe surprizuese Megastore në Fier. Për herë të parë në Shqipëri pas Tiranës dhe Vlorës, tashmë ekskluzivisht edhe në qytetin e Fierit. Megastore, linja 150, çeli dyert KTTH të 1 dhjetorit 2025 me një ceremoni festive në rrugën Jakov Mile në lagjen Apollonia Fier. Klientët jo vetëm banor të zonës ku gjendet dyqani fantastik, por edhe të ardhur nga zonat të tjera të Fierit, do të gjejnë aty një mrekulli me çmimin më fantastik. Çdo artikull 1500 lekë të vjetër ose 150 lekë të rinj. Gjeni në një vend çfarë kërkoni: tekstile, kancelari, kuzhine, veglapune, artikuj sezonal, kozmetik, bizhuteri, dekorime, lodra për fëmijë e të tjerë. Mos u mendo dy herë, pasi më mirë dhe më lirë nuk e ku gjen. Pas Tiranës dhe Vlorës, tashmë në Fier me një hapësirë prej 560 m2. Bashkëpunëtori Megastore, Vjoldin Danaj, thot se synimi është thrirja në të gjithë vendin. Megastore ruan linjën fantastike të çmimeve të saj, 150 lekë, por edhe standardin e produkteve. Çmimet në dyqanin e Megastore nuk do të ndryshojnë asnjëherë. Megastore, ne kemi thënë që kur hapëm dyqanin e Vlorës që objektivi i saj është të shtrihet në gjithë territorin e Shqipërisë. Së shpejti muajt e parë të vitit tjetër do të jemi me një dyqan edhe më të madh se ky që është 650 m2 në një qytet tjetër të madh të Shqipërisë. Megastore vazhdon të ruaj linjën e saj të çmimeve fikse 150 lekë. Në kategorinë e saj të linjave, Megastore kërkon të ruaj standardin dhe të produkteve dhe të çmimit dhe gjithmonë jemi pranë konsumatorëve, pranë qytetarëve. Çmimet tona nuk do ndryshojnë asnjë moment dhe ju mirëpresim gjithmonë të shumtë. Një pjesëmarrje jashtëzakonshme e qytetarëve të Fierit dhe jo vetëm KTTH në hapjen e madhe, pasi Megastore ka si synim çmimin aksesueshëm për të gjithë në një situatë me probleme sociale dhe ekonomike. Ndaj Megastore kërkon t'ju vi sa më nëntim. Në Tiranë, Vlorë dhe së fundi në Fier, Megastore është pritur mjaft mirë nga qytetarët. Ndër vite, këto produkte që ne kemi këtu është abuzuar me çmime, ndër vite janë shitur me 10 fishin e tyre, kurse Megastore strategjinë e saj e ka të mbaj marzhet minimale dhe të dalim me çmim të aksesueshëm për të gjithë. Nuk mundet të kërkojmë të përfitojmë në një situatë kur e shikojmë që pjesa më e madhe e popullsisë është niveli mesëm ekonomik ose edhe ju ulët dhe Megastore kërkojnë gjithmonë që t'u vinë në ndihmë. Qytetarët reagojnë mirë, në të treja qytetet na kërkojnë të shkojmë në qytetet e tjera dhe sigurisht që ne do jemi gjithmonë në çdo qytet pranë tyre, vetëm thjesht se do kohën e saj. Do të vazhdojnë produktet 1500, nuk do të ketë ndryshim. Asnjë produkt nuk do të ketë më shumë se 1500 lekë. Ne kemi edhe disa produkte që janë me 100 lekë ose 1000 lekë të vjetra, por çmimi maksimal është joni dhe është 150 lekë dhe nuk do të ndryshojnë asnjë moment. Kemi shumë pyetje dhe skepticizëm edhe nga klientët sepse thonë ndoshta i mbani ditët e para dhe pastaj riktheni si të gjithë me çmime më shumë se 150 lekë, por i sigurojmë që çmimet tona janë këto dhe në asnjë moment nuk do të ndryshojnë. Qytetarët përshëndesin hapjen në Fier të Megastore, dyqani që plotëson të gjitha kërkesat, çdo artikull 150 lekë, jo vetëm lirë, por edhe me cilësi. Shumë mirë, unë gjëra të kënaqura. Ka munguar këtu në Fier apo? Na ka munguar një kështu, po shumë mirë. Çdo gjë me 1500, ne pensionistët prandaj vim këtu do i marrim gjërat. Po. Këtu jemi në lagjes dhe na mungon dhe ishte shumë mirë. U kënaqëm shumë. Shumë mirë. Më mirë s'ka ku shkon, na ka munguar. Drejt. Ju falenderojmë. Të gjitha nga pak sot, pak nesër, pak. Jeni klient tani? Po, as diskutohet me, andaj s'kemi ç'a bëjmë më shumë neve, në vend tjetër. Më shumë se sa këtu. Shumë mirë. Për herë të parë në Fier apo jo? Po. Një biznes kaq i madh. Po që ka hapësirë për të shikuar goxha. Shumë të ashtuja, mirë, po ka shumë rrugë, ashtu sot se është për herë të parë. Ka njerëz shumë. Do ta frekuentoni? Po, patjetër. Me të arsyeshme. Po, të arsyeshme, po. Të arsyeshme. Po ne erdhëm sot është rrëmuj. Do vim që të jetë ngeqë, t'i marrim radhë. Shumë i mirë, inshallah të ketë punë. Çdo gjë është e lirë dhe e mirë. Është shumë mirë dhe me rastin e festave ju do. Do ta frekuentoni? Patjetër ne jemi të lagjes. Është shumë i mirë dhe është një gjetje nga ana e pronarit të biznesit që është e goditur tash me rastin e festave dhe besoj që do të ketë sukses. Patjetër, dhe në Fier funksionon.
Një pjatë për të çuar bukën, anë fruta, anë gjëra janë këto. Dhe janë është qelqe. I mungon të firit? Po, ka. Ne sot e morëm vesh, erdhëm. E të majmë që na duhet. Gëzohem shumë që japë këto dyqanë këtu në lagjen time. Dhe tani, inshallah, plotëri gjithmonë kështu. Ju duken produkte... Produkte të mira janë. Edhe çmimi është i arsyeshëm. Shumë mirë. Shumë mirë. Allah, shumë mirë. Një tani shumë mirë. Ishte munguar firi? Ishte munguar shumë. Mirë, shumë investim i bukur për qytetin tonë. Po të ta frekuentosh? Patjetër. Shumë mirë. Po të mbaj këtë çmim gjithmonë apo tjetër, nuk e dim. Se thanë çdo gjë 1500 lekë. Ka gjë. Po na pëlqejnë shumë. Si do vazhdojmë tutje. Shumë gjë e bukur që është një gjë kaq e mirë këtu në qytetin e Fierit. Çmimet janë shumë të mira dhe shpresoj të vazhdoj kështu ja. Faleminderit. Në muajt e parë të vitit 2026, Megastore do të hapet në një tjetër qytet të madh të Shqipërisë. Për momentin, gjithçka do të mbetet surprizë. Muajt e parë të vitit tjetër do ta zbulojmë. Për momentin jemi në surprizë, ne jemi në punime, dyqani është gjetur në një pozicion strategjik, është rreth Shqipërisë së Mesme, vetëm kaq mund të themi. Megastore, një zgjedhje e zgjuar dhe që zgjidhet e ndihmon shumë qytetar në këtë kohë plot sfida dhe vështirësi ekonomike. Zgjidhi Megastore sepse Megastore ka produkte që ju çdo ditë i blini, çdo ditë i konsumoni, por i ka me çmime të aksesueshme. Nuk keni pse të paguani shtrenjtë kur produkti është i njëjtë. Pra blini lirë edhe blini mirë në këtë rast. Vizitojeni Megastore, pasi vetëm në një vend gjeni gjithçka. Megastore në Fier gjendet në rrugën Jakov Mile, në lagjen Apollonia. Në Vlorë gjeni në rrugën Hajredina Xhiraj, 200 metra nga kryqëzimi i shkollës Alidemi, rruga që të nxjerr për tek Kisha Ortodokse. Ndërsa në Tiranë, te komuna e Parisit, pranë qendrës Kristal. Vitin që vjen do të hapet në një tjetër qytet të madh të Shqipërisë së Mesme. Megastore, vendi ku çdo gjë kushton vetëm 150 lekë, mos e humbisni.